Që ke ma herët edhe. E dominun Kroacin e mundën. E dominun, pa i po insiston me qata lojtarë që pe i luin dëpt prap. Unë po shoh kundërshtarin e arshëm të Francës, në që se Anglia i kthehet disciplinës lojës, Anglia mundet me qenë kundërshtari i arshëm, edhe pse, po thëmë, Zvicra mundet me ju prish punë, edhe Argentinës, edhe Anglisë. Krije të këtë kundërshtarë të arshëm, në pjesën poshtë që po Zvicra është Anglia... Mi parashiku dy gjysmë finale. Dy gjysmë finale. Nuk isha insistu tash herët është. Më mire tash me ditë, se pasaj kur të mesin këtu e kemi më lehtë. Po prej kësaj pjesës këtu. Unë finalen e shoh Angli-Francë. Gjysmë finale, të kjo pjesa këtu po më interesant. Gjysmë finalet. Tash nuk e di ndoshta edhe në gjysmë finale mund të takojnë. Jo, në finalit tash, s'mundet me u kalli. Mujnë edhe gjysmë finalim do këtë më rrasë. Jo, s'mund, prof, se dhe pjesën poshtë. Deri këtu është ndome, prof. Po. Paraguay, Franca, okej. Franca përshohen si pas të jenë në gjysmë finale. Të kjo pjesa tjetër, Portugali, Spanjë, Amerikë, Belgjikë. Kënë e shë? Spanjë e shoh atje në gjysmë finale. Do më thonë Francë, Spanjë në gjysmë finale. Okej. Brazil, Norvegji, Meksik, Angli, Argentinë, Australi, Zvicër, Kolumbi. Ose Gant, ashtu. Jo, këtu poshtë e shoh në gjysmë finale... Argentinën? Zvicra edhe Anglia, mundën me qenë? Po, Zvicra dhe Anglia. Po tani finalja Argentinë, Francë, po del out. Jo, kjo e poni Anglia dhe Franca. Zvicra për i bjen me mujtë Argentinën. Po, për i bjen Argentinën me mujtë Anglinë. Zvicra. Në që se ato që akom pa unë e mram, ishte shumë me sigur. Pa i që e mujnë Argentinën edhe ato pjepëm krejt Zvicra.